çfarë marrëdhënie hoxh kanë Zejdi e Zejnebi me Muhamedin? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori Zejdin sikur djalë të tij. Dhe njerëzit në Mekë e thirrnin Zejdi i biri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj pas një kohe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i propozoi Zejdit vajzën e hallës tij Zejnebin. Pra Zejnebi ka qenë vajza e hallës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i propozoi Zejdit. Dhe Zejdi pranoi, dhe Zejnebi pranoi dhe u bë martesa ndërmjet tyre. Atëherë pyetje për Hoxh Omerin. Si kjo histori u shëndrua një histori të shëmtuar dhe u bë turp i madh për muslimanët? Thonë, Zejnebi ka qenë e martuar me djalin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve shkoi te Zejdi dhe kur e hapi derën e pa Zejnebin dhe e pa të pambuluar dhe lakmoi pasaj, e urdhëroi Zejdin që ta lëshon bashorten dhe e mori pejgamberi. Përveç se martoi gruan e djalit, Zejnebia ishte edhe vajzë e hallës Muhamedit. Si përfundoi kjo ngjarje, Hoxh Omer? Atëherë kur Zejdi u ndajt, e lëshoi bashorten dhe ajo e kaloi periudhën e saj të idetit që nuk ka drejt martohet. Zawajnakeha, ne ta martuam atë. Allahu azza wa jall e urdhroi që ta marton atë dhe e martoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Zejnebin, të cilën e kishte edhe vajzë të hallës, dhe ne nuk him në atë temë, e cila gjithashtu një temë e gjatë dhe problematike në vendet tona. Ky është një degenerim i pastër. Hoxh, normal se është problematike në vendet tona, se në shqiptar jem njerëz normal, e nuk e bajmë jo normale normë. Muhamedi martohet me vajzën e hallës, se gruan e djalit të shpall se ka lejen nga Allahu imagjinar. Shqiptarët janë njerëz normal, nuk bajnë si ai. Kjo nuk është problematike në vendet tona, por edhe në shkencë e moral. Faleminderit Zotit që është problematike në vendet tona me u martua me vajzën e arës, hallës, tezës, dajs. Faleminderit Zotit që as musliman shqiptar si zbatojnë këto ligjet e smura.